Kështu është kur do t'i bësh gjitha për një herë. Doja të përgatisja shëndetlije, recetën e bëra shumë mirë, vetëm se e lash pak më shumë në furrë dhe mundoj ëmbëlsira përsipër. Po më vinte aq gjynafta hidhja se u lodha shumë për ta përgatitur, mirë po thash, hajde do bëj si do bëj, shumë e mirë ka dalë. Edhe duke e ditur që furra ime nxehet shumë shpejt, duhet ta kisha graduar me më pak grad, por thash hajde se shumë e mirë do dali. Sa ktheva kokën 2 minuta kur po laja enët, pastaj ishte shumë vonë. Gjithsesi, unë do ta përgatis edhe një herë tjetër dhe do kujdesem që ta pjek sakt. Kështu që ndiqeni këtë recetë sepse vërtet doli shumë e mirë, i hodha dhe shërbetin dhe nuk u ndje fare. Me qëra fjala shumë për ju që i shikoni videot e mia, i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow. Pse nuk e shtypni butonin follow, ju lutem. Receta që kam përdorur për këtë ëmbëlsirë e cila quhet shëndetlije është receta e gjyshes time. Dhe po edhe unë u çudita që brumi i shëndetlijes duhet jetë kaq i trash. Mu duk si brum për biskota, do ta vendosim një tepsi, do ta sheshojmë dhe do t'i hedhim një të verdh vezë sipër. Gjyshja ime gjithmonë e zbukuron kështu dhe unë thash pse mos ta zbukuroj edhe unë. Tani kjo ëmbëlsirë duhet pjekur në furrë në 180 gradë për 40-45 minuta. Për të përgatitur shërbetin është shumë e thjeshtë, 700 gram sheqer dhe 900 gram ujë dhe një fet limoni, e lëmë që të zjejë derisa të ndryshojë ngjyrë dhe ja hedhim shërbetin sipër. Vërtet në fillim u mërzita pak, por kur e provova kishte shije vërtet shumë të mirë. Gjithsesi herën tjetër do ta bëj më të mirë. Faleminderit shumë që ndoqët videon, bashkë do shihemi në videon tjetër. Ciao.